Kancelari gjerman Friedrich Merz ka shprehur shqetësimin se Europa nuk po luan rolin që dëshiron në skenën botërore dhe se duhet të marrë përsipër për të mbrojtur siç duhet interesat e saj. Ajo që më shqetëson dhe duhet ta pranoj se më rëndon është fakti që ne europianët aktualisht nuk po marrim rolin që duam në botë dhe që duhet të luajmë për të mbrojtur siç duhet interesat tona, tha Merz. Merz përmendi luftën në Ukrainë si shembull. Aktualisht ne nuk jemi në gjendje të ushtrojmë presion të mjaftueshëm mbi presidentin rus Vladimir Putin për ta përfunduar këtë luftë, tha ai. Ne jemi të varur nga ndihma amerikane. Në të njëjtën kohë, ai vuri në dukje se vendet si Kina, India dhe Brazili po krijojnë partneritete të reja me Rusinë. Me gjithë shqetësimet e tij, Merz mirëpriti shenjat e unitetit të rinovuar europian. Kjo varet në masë të madhe nga angazhimi i qeverisë gjermane dhe në këtë rast shumë nga angazhimi i kancelarit gjerman, tha ai. Merz tha se Gjermania po përpiqet të përmbush përgjegjësitë që priten prej saj në skenën globale, duke theksuar se bërja e kësaj gjithashtu i shërben interesave të vetë vendit.